muar si kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Tash, unë jashtrova dhe ati pyetjen kur e pata në studio, pse ju atëherë nuk hyt në garë, që ndoshta do të ishit në garë. Ta bënit këtë që bët pra zgjedhjen tuaj si kryetari partisë, për që ndoshta dhe me të përgatitur për zgjedhje. Jem të përgatitur për zgjedhje, do më thonë, për mu ka qenë bukur e qartë qysh në qershor që ne do të vim në këtë moment, për shkak se partia cila ka dalë me numrin më të madh të deputetëve, ulse në Kuvendin e Kosovës, nuk ka shpreh interesim, vullnet, nuk ka bëu veprime që me dho vendit institucione, ka krijuar blokada, ka kriju pengesa të parësyeshme, ka prolongu proceset, vetëm për me ardhur deri në këtë moment këtu. I dim veprimet që janë bërë edhe me rastin e zgjedhjes të kryetarit të Kuvendit, propozimeve, shkeljes të kushtetutës me numër të caktuar të rasteve, veprime kundërligjore, pastaj me zgjedhjen e kryetarëve, edhe në fund me marrjen e mandatit, dhe unë nuk i kam votat për Kuvend, se për qeveri kam. Pa është logjike se cilë dike që nëse se ki për kryetar të Kuvendit, nuk i ki as për qeveri. Verës ka thënë zoti Kurti i kam pasur, për ma shtyjen kryetar në Kuvendit. Ashtu e tha. Ka shkun ata. Aty kanë qenë gjithë. Edhe pastaj do të të shfrytëzohet maksimumin 15 ditë, dhe për te saj e murë edhe një herë mandatin me zotin Konjumsa, pra 15 ditë, dhe gjitha këto u bon, dhe më thonë të planifikura që ne të mërim që shkoj edhe një herë në vendin e zgjedhje. Ndërsa sa përket çështjes se zgjedhjet kaluara brenda Partisë Demokratike të Kosovës, në fakt zgjedhjes kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, sepse ka qenë afat ligjor, ka qenë kriter ligjor, dhe ka qenë domosdoshme që ne ta plotësojmë atë kriter ligjor, gjithë kemi qenë mbështetje të kryetarit Krasniqi, pa dallim të gjithë, dhe u krijun këto momente, këto situata ku zoti Krasniqi sigurisht se mas një analize që ka pas, ka reflektuar, ka marrë këtë vendim, edhe realisht vazhdon me punu dhe me bë punën në Partinë Demokratike të Kosovës. Kur u diskutua së pari kjo ideja që ju të kandidoni për kryetar dhe që rrjedhimisht edhe zoti Krasniqi të rriqet? Ka qenë kohë shumë e shkurt, tham të drejtën, për shkak se u dike që po shkon vendin e zgjedhje, dhe ne kishim nevojë që t'i bëjmë këto veprime, ta thrasim konventin, të organizojmë zgjedhjet për kryetar në Partinë Demokratike të Kosovës. Gara ka qenë e hapur, gjithë ata që kanë pas dëshirë me qenë kandidat në garë e kanë pas mundësin, ku a shkurt ka qenë për gjithë neve, mi po realisht pjesë e madhe e jonja jemi gjatë në Partinë Demokratike të Kosovës, antarësia, delegate e konventes, strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës në njojnë, edhe unë jam shumë i minjos gjithë atyne cilë të më kanë votu edhe më kanë përkra për me qenë kryetar, do të shërbej me nder, do të shërbej me përgjegjësi, edhe do të jap maksimumin që Partia Demokratike e Kosovës me mri aty ku e ka qëllimin, e qëllimi është që mi fitu zgjedhjet edhe me u thejt qeverinë e ardhshme në Republikën e Kosovës. Ju e keni parë ka pasur disa vrejtje zoti Enver Hoxha që ka qenë kryetar, ushtrues detyre i kryetarit dhe kandidat për kryeministër para disa vitesh, pra ai u ankua se ka qenë afati shumë i shkurt për pasur kandidatura tjera dhe madje ka quajtur konvente pak improvizim, skem. Zotin Hoxha ka mik, bashkërrugtoj me ato që 22 vite, kemi relacione shumë korrekte, është një personalitet i cili ka dhënë shumë edhe vazhdon me kontribu në Partinë Demokratike të Kosovës, koha ka qenë e shkurt, tu kanë qenë rrethonat se u vrejt. Na mas 2 dite që u kry konventa, në fakt në të hanën u kry konventa, mas 2-3 dite ndodhen shpërndarja Kuvendit edhe vendi shkoj në zgjedhje. Në thonë këto zhvillimet kanë qenë të pritshme, kanë qenë në sipërfaqe, dukshme, dhe ne vazhdojmë bashkë me zotin Hoxhaj, është në kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, sigurisht se do të jetë pjesë e listës Partisë Demokratike të Kosovës, edhe bashkë do ta bëjmë maksimumin që ta maksimalizojmë votën në dobi të Partisë Demokratike të Kosovës. U takuat, diskutuat me zotin Hoxhaj se si duhet t'ja bëni, ai nuk ju votoi në konvent. Nuk e kum vrejt këtë moment, ta them të drejtën, për shkak se unë kum qeni fokusu me votu. Edhe kum votu, edhe nuk mundesh me pati krejt sallën qysh po voton, po qysh do qoftë, edhe nëse ka pasur të tjerë që s'kan votu,
Unë e vlerësoj ato, po me shumicën dërmuese absolute të votave, unë më zgjedh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe zoti Hoxha i thoni do të jetë në listë për deputet, do të vazhdoj të jetë ndër bashkëpunëtorët tuaj kryesor? Po sigurisht se po, asnjë arsye nuk e kem. Bash asnjë arsye se kem. Takuat më pas konventos? Po gjithsesi jemi taku dhe sot jemi taku. Edhe sot. Mbledhjet kryesisë po vazhdojmë të taku në pas një atë skem pse me po skopse. As ju s'keni në të. Po jo zoti na rujt. Sa i kishte disa kritika edhe për Mitrovicën pak edhe për të tjera? Sa i përket Mitrovicës, unë s'kom qenë garë Mitrovicë. Unë s'kom hub Mitrovicë. Kur unë kom qenë garë Mitrovicë, deri me tani, jam i vetmi kryetar i cili jam zgjedh me votët drejt për drejt qytetarëve në rundin e parë, pa ballotazh. E kom kry mandatin e plot, 4 vjeçar, ka qenë e ditur për të gjithë që unë nuk do të rikandidoj për kryetarët e Mitrovicës, e kom përgatit një ekip 3 të jashtëzakonshme, cilët jam i bindur që do të japin kontribut në institucionet e Kosovës, në politikën e Kosovës me dekada. Nuk kom qenë pjesë e garës për kryetar, ndërsa si parti ne kemi fitu numrin më të madh të votave prej si ekziston Partia Demokratike dhe Garon në Mitrovicë. Domethënë prej zgjedhjeve të para deri me tani e kemi numri më i madh i votave si parti, edhe kemi numrin më të madh. Jo mjaftueshëm sa ta fitoni komunën. Është garë ndome. Domethënë se përket asamblesë, është listë e veçantë, i kemi fituar domethënë 12.500 vota ato afërsisht, 12.500 vota, kemi 13 ulse në asamblenë komunale, kemi më shumë vota bashkë se vetëvendosja, Guxo, Alternativa edhe do lista tjera. Pse nuk u fitua Mitrovica kësaj radhe? Realisht, zoti Tajiri ka bënë një garë të jashtëzakonshme, me një program të mirë, me një ekip të mirë, me një paraqitje të mirë, me një energji shumë pozitive. Mendoj që ka pas veprime të cilat e kanë cenuar dhe e kanë damtuar kredibilitetin dhe integritetin e procesit zgjedhor. Që i bie, kanë ndikuar në rezultat zgjedhor? Sigurisht se kanë ndikuar.